Ka marrë edhe misionin më të ri, që do e moderoj, që do më shikoni live, të hënë, po, live do jemi në arenën kombëtare të Tiranës. Do moderoj ndeshjet që do të luaj kombëtarja dhe është gjëja më e re, projekti më i ri që unë tani kam ndërmarr dhe shpresoj që të më ecë mbar, sepse është diçka shumë e re për mua dhe nuk mendoja që do i futesha moderimit kaq herët. Si të erdhi si propozim? Nuk e di, super thjesht, madje po sheshim dhe me mamin, mami është ajo që më menaxhon dhe i kishte shkruar. Mami, çfarë bën? Përshëndetje mami. Mamat menaxhojnë. Përshëndesim dhe babin se mos e merr personale o babi, respekt valla. Dhe kishte marrë një mesazh nga dikush nga Top Channel. Dhe nuk e di, kishte ardhur si numër i panjohur. Përshëndetje, duam Franceskën. Edhe më tha, aman, tha, ja këta të Topit, ta po vdisha me këto intervistat e thua, mos digno, më tha mua. Po mirë, i thashë mas e kështë vetëm fillimi. Kur e marrin telefon dhe i shpjegojmë pasaj komplet projektin dhe çdo gjë, edhe vjen, unë isha dhe në gjumë dhe vjen dhe më zion, ngriu, mos fli më gjumë, po hajde se kemi projekt të puna. Po filloi puna. Shkova në Top Channel, e folëm si gjë, më pëlqeu shumë në fakt që në momentin që më prezantuan, dhe isha super e gatshme. Mami ishte ndërkohë me vete, besoj. Po, patjetër. Edhe ponë dha mami para teje. Edhe ponë, pastaj kam pasur edhe një provë të vogël, normalisht ata do më shikonin nëse unë isha apo jo. Tip audicioni, zemra ime nga një anë, nga ana tjetër, rrihte boll, por që dola tepër mirë, e fitova nëse mund ta them si punë. Patjetër. Edhe ta gëzosh. Faleminderit.